Kreu i ri operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike deri para një jave në krye të Inspektoratit Qendror Teknik është paditur nga kontrolli i lartë i shtetit dhe po hetohet nga Prokuroria e Durrësit për abuzime me disa tendera që i kanë shkaktuar rreth $1.3 milion dëm shtetit. Akuzat për Adrian Çelën, i renditje dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani, duke e cilësuar këtë model të qeverisë Rama. Ky është pra modeli i Edi Ramës. Qytetarët e pamundur në burg, hajdutët e energjisë në Oshe, dhe ai që është në hetim për korrupsion me 8 tendera dhe $1.3 milion dëm shtetit, bëhet normalisht drejtori i përgjithshëm. Protest të dashur qytetarë. Vetëm protesta do ta zgjidhë këtë situatë. Pas akuzave të demokratëve, kreu të ri të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike i doli në mbrojtje kryeministri Edi Rama. Të vendosësh në krye të OSHE-s sot një individ në akuzë penale është e pajustifikueshme. Po ta asajosh këtë për luftë politike çfarë është? Adrian Çela u emërua në krye të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike disa ditë më parë pas dorëheqjes së Arben Seferit.